Zbardhen detaje nga përplasjet e përgjakshme që tronditën qytetin e Elbasanit, ato me sfisit Çopja dhe Alibej, dinakria e Çopjave pas kryerjes së masakrës së Bradasheshit ndaj Erion Alibej, qëndron në faktin që shkuan më pas për të bërë qokën në shtëpinë e viktimave, duke u hequr si të paditur. Por ato që do të fundosnin grupin e Çopjave në skenarin e tyre për të ekzekutuar Endrit Alibej, do të ishin komunikimet në Sky ECC, aty ku Mikael Qosja ka disa biseda shumë interesante me Franc Çopjan apo Gergely, ku flitet edhe për parat që ky i fundit i ka dhënë Taloçelës për të vrarë Endrit Alibejn. I kemi dhënë Katnarit Taloçelës 460.000 euro dhe 100.000 pound. Taloçelës duhet i zbresim nga llogaria vlerën e 30 bukëve, dyshohet lënë narkotike. Më datë 11 korrik 2020, Mikael Kamami komunikon me mesazhe me shtetasin Franc Çopja, të cilit i shpreh duke thënë se inshallah nuk ka gish dashi. Është fjala për Dashnor Dumani tek ngjarja e Durrësit, vrasja e Dorian Shkozës, Angelo Avdis dhe vëllezërve Axhia. Kjo pasi këtë gjë do ta përdori në favor të tyre. Në një tjetër bisedë me shtetasin Aldo Xhika, Mikael Qosja, që mban edhe mbiemrin Kamami, nuk lë dyshime mbi djenin që ai ka i vrasjen e Endrit Alibej. Ata që janë gjuajtësit, ekzekutorët e vrasjes së vëllezërve Axhia, janë ata që kanë marrë pjesë edhe në ekzekutimin e Tarzanit, Erion Alibej. Unë e njoh një nga ekzekutorët në vrasjen e tyre, pasi së bashku kemi marrë pjesë në ekzekutimin e Endrit Alibej. Kjo ka ndodhur për shkak të xhelozisë dhe inateve midis nesh. Në një tjetër komunikim me Taloçelën, Mikael Qosja i shpreh shqetësimin këtij të fundit, nëse Eklevis Alla ka dieni për ekzekutimin që ata i kanë bërë Endrit Alibej. Mikael Qosja bisedon me Taloçelën. Frate, po ky Kaçulja ka ditur gjë për punët e Elbasanit? Leje dashin. Ky Kaçuli po them digje për ne, se do hapet çështja e Elbasanit. Se po që thyer Kokçami, Altin Doci, mund të ketë folur shumë gjëra, po inshallah s'ka gisht Ciapi, Dashnor Dumani, por po pati gisht Ciapi na ka shite krymi, sepse nuk duhet largoj Dashnor Dumani, pasi ai ka bërë punën e parë. Tani më dëgjoj pak, tani Ciapi, a di gjë ku shkoi makina atë natë? Po armët? A di vendi Nori ku janë hedhur? Nga konteksti i kësaj bisede dhe nga deklarimi i shtetasit Nurettin Dumani, si bashkëpunëtori i drejtësisë, konstatohet se Dashnor Dumani ka marrë pjesë në vrasjen e trefisht të Bradasheshit, ku ka patur rolin e ekzekutorit, por po me kaq interes janë edhe bisedat që Franc Çopja bën në lidhje me masakrën e Bradasheshit me një nga komunikuesit e tij, ku ai shpreh këtij të fundit shqetësimin se grupi i ekzekutorëve po flasin ca si shumë dhe nuk po urri goja, shkrua në shënjestër. Franc Çopja bisedon me Renato Musakun. Taloçela dhe grupi i tij kanë gabuar nga mendjemadhësia, janë hallakatur, kanë biseduar me persona të tjerë. Alibej ka qenë në ajër pasi nuk e kanë patur dieni se nga u vinte problemi. Unë u shkova dhe për vaki dhe i hodha 50 euro. U thash ti rrojnë familjarët. Gruaja e atij qante në gjuhën rumune. Ata janë keq edhe shturp ti quash armiq. U zbuluan të gjithë. Po çfarë ti bëj Talos unë fluturon me bish sa ta ishin ajër, nuk dinin asgjë se nga u erdhi, po Talo bë nuk do trima budallënj. Ika i piva dhe një kafe, i hodha 50 euro. Troni vet, trojnë të dashmit i thash. Aha, qanta e onusi ati Endritit, ju bira mia, se e ka rumune, tja rumune tani. Haha.